qyteteve, dhe pse ndoshta jo që ashtë të nënda, po këtu qeverisja lokale është shumë me rëndësi. Mirë mëngjes, lavdim. Mirë mëngjes. Qysh po ndihesh sot mas zgjedhjeve se gjithmonë nisan që duhet mundi mirë për shembull na është gjithmonë që zgjedhjet shkojnë shumë mirë. Nuk ka më vjedhje industriale që ka pas në vitin 2007, 2008 edhe më herët, jemi vëdisu po mdoket qytetaria është në nivel shumë të lartë. Mirë është që zgjedhjet kanë kaluar shumë mirë dhe janë duke kaluar mirë këto vitet e fundit, mund të them. Edhe është një farë lehtësimi kur po kryen zgjedhjet për shkak se do thotë çdo media, çdo televizion vetëm debata apo vetëm lajme sa i përket zgjedhjeve dhe po harrohet pjesa e jetës tjetër krejt në realitet. Kështu që mirë kanë kaluar edhe mirë që u përfunduan. Po, mirë që kryen vërtet, po fatkeqësisht tash do të kemi zgjedhje ndoshta, duket se do të kemi zgjedhje përsëri në dhjetor, në cilën datë nuk e di, dikush e përmendi datën në Gjipëdinës. Boll me këto zgjedhje u lodhëm këtë kohën e fundit, tash prapë të vazhdohet edhe kjo nuk është e mirë. Organizojmë shumë mirë, mundet me na angazhu dhe na shtet tjetër me organizu zgjedhjet se jemi bo profesionist në zgjedhje pasi që kemi bo përvojë të mirë. Shumë përvojë të mirë, shumë shpesh edhe mirë po i organizojmë, po më duket që do mund të ketë zgjedhje qysh e përmendi edhe një mysafiri imi dje në ditën e zgjedhjeve, e përmendi që mund të ketë zgjedhje me 28 dhjetor, po më duket e përmendi. Mund të ketë zgjedhje, por nuk është e mirë se kemi zgjedhje për shkak se kemi edhe shpenzime si shtet, kështu që është e panevojshme kur është mundësia që normalisht formohet qeveria dhe të ecet përpara. Shqyr që jemi shtet shumë i zhvilluar, pare kemi sa dush, domethënë nuk hekim për pare. Po t'i kthehemi tash përgjegjësive të komunës në shumë aspekte edhe në të vërtet rreziqeve që i kemi na në rrugë zakonisht. I kemi do foto, cilat për mbulimin e shenjave të komunikacionit, që na i ka sjell lavdimi këtu për autoshkollës Qendra është ta dini autoshkolla Qendra.net, aty i keni krejt informatat për autoshkollën dhe kategoritë, domethënë në këtë autoshkollë mund t'i kryeni të gjitha kategoritë e vozitjes, prej A, B, C, D, E, F, C, E edhe këtë ato nën kategoritë, domethënë deri te shleperi, domethënë edhe kamioni shleper është kamioni i madh që i ka edhe një rimorkjo mbrapa. Kështu që unë për veti sa e kom kry anë, para një viti ashtu diçka, në përmes autoshkollës Qendra. Lavdim. Shumë shpesh e kemi folë edhe ma herët për shenjat rëdzume, për shenjat kthyme keq, mbrapsht, nuk e din çfarë ndodh. Ka dhe shenjat mbulume me qethe edhe që nuk mbikëqyren. Inspektorat komunal po flajnë si duket, a di të shohim disa shembuj, domethënë që të parën. Po, këtu e kemi shenjë që këtu dy shenja në realitet, ku nuk vrehen prej gjetheve dhe shoferi e ka të pamundur të për cilë shenjën që të respektohet, aja shenjë që normal edhe duhet të respektohet për dresa veç është e vendosne. Sa e përket kësaj pjese komuna duhet të mirëmboj, sidomos vendet ku janë shenjat njët që mos t'jenë të mbuluara, për dresa mund të jetë një shenjë afër zgjedhjeve, është koha kur dije se mund të mbulohen dhe duhet t'i rrimi gati. Për shkak që nëse një polis është ato afër dhe nuk e respekton shenjë, personi apo shoferit mund të gjobitet, kuptohet. Sa që është problemi që polisi ka të drejtë për shkak se nuk e ka respektuar shenjen, po edhe shoferi ka të drejtë për shkak se nuk vrehet nga gjethet shembull këtë rast. Për atë arsye për mjeu këtyne probleme apo konflikteve që mund të ketë këtë rast komuna, do t'i mirëmbajë sidomos vendet ku janë shenjat e vendosin. Ato ku i vendosin shenjat e din se ku i vendosin, edhe në ato pika ku janë të vendosin e di se kur mund të mbulohen prej gjetheve apo edhe pjesëve të tjera. Unë e kam qëtë problem, do më thonë, në disa vende në kryeqytet, ku shenjat janë të mbulume me gjethe edhe qytetarët nuk i shohin. Do më thonë, këtu qenë ka shenja për për stacion të autobusve, apo? Po, ato mund të pengohet autobusit për shkak që nuk vrej shenjë ndaj edhe si jam të vrej, dhe shka shenjë rreth rrotullima? Aja po mund tjetë afërsi rreth rrotullimit. Afërsi rreth rrotullimit dhe bos asoj sheti kur nuk e din që ka një rreth rrotullim, nëse është natën, sidomos, atëherë mund të jetë vendere të rreziku për shkak që jemi në shpejtësi pak më të lartë dhe ku vendere të kryqëzimi është shumë vonë kur vrehet. Për atë arsye edhe janë shenjat paralajmëruese. Mirë shumë, atë kalojmë të fotoja e radhës.
Këtu e kemi një problem se është ofër stacionit të autobusëve, edhe kandidatët e autoshkollës zakonisht një numër shumë i madh i bie të lëviz këtë drejtim, dhe në bos së shtet që nuk vrejnë që është 30 km/h, atëherë vetëm edhe dështon kandidatën nëse lëviz mbi 30. Dhe na këtë probleme kemi gjithmonë me kandidat, sepse pyetja thot do të respektohet shajja që ka të drejtë, ndërsa kandidati nuk e vren shajën, pra ka të drejtë kandidati, sepse nuk vren shajja dhe atëherë për shkak të mos mirëmbajtjes së shenjave, atëherë pson kandidati do thotë që dështon nga provimi për shkak kësaj shajë që kemi 30 km/h ku nuk po vrehet. Unë e di kështu përmesh, po thuajse që nuk edhe vrehet. Po, të thonë është e njëjta rrugë. Është e njëjta rrugë është ajo, ku është 30 km/h për shkak që janë disa shkolla janë në afërsi të kësaj rrugës. Dhe ku gjenden shkolla gjithmonë është kufizimi i shpejtësisë prej 30 km/h është edhe me ligje përcaktuar. E tash e kemi një shenjë tjetër që u vendos në mungesë të funksionimit të qeverisjes, të më thonë në Shqipëri, dikush e përdor e vendos shenjën në rrugë edhe e shkruan me shkëmbës të bardhë. Po, kjo është një rrugë ku kam qenë vetë duke lëvizur këtë pjesë, edhe është një kthesë shumë e ashpër, është me një rrugë ku edhe ka qarkullim shumë pak të veturave. Dhe më ka bërë përshtypje edhe për atë arsye më dalë dhe kam bërë një foto për shkak që në mungesë të qeverisjes që të vendoset shenja adekuate, atëherë një qytetar vullnetar që është shumë i mirë që ka bërë një gjë të tillë, është dalë dhe ka shënuar këtu kujdes dhe stop. Kujdes dhe stop. Të paktën çdo shofer që kalon atë rrugë që është për herë parë, sikur unë që kam qenë, atëherë të jep një përshtypje që ka diçka një rrezik, edhe për atë arsye do thotë e kum ul shpejtësinë edhe vet, por ka qenë edhe një kthesë që është shumë e rrezikshme. Nuk është ligjore, nuk është e përcaktuar me ligj kjo pjesë, po për shkak mungesës të shenjave ku do të jetë, atëherë një qytetar apo ato i rrethinës e ka shënuar në këtë mënyrë që prapë është shumë e mirë pse e ka shënuar në këtë drejtim për shkak që personat që janë për herë të parë vetëm që kanë kujdesje dhe i ik do thotë rrezikut. Ndërsa nëse nuk ishte qenë kështu e shënuar, ndoshta edhe në podët e tjera që janë për herë të parë, atë vetëm që vinë drejt rrezikut sepse është një kthesë shumë e ashpër, që është diku për 90 shkallë dhe është shumë rrugë e ngushtë. Është shumë probleme ik rrezikut nëse je vetëm po supozojmë me 50 km/h në këtë pjesë të rrugës. Këto shumë qytetarë këshyrin me marr ligjin në dorë, me plot sene edhe për parking për shembull, kur e merr një gur të madh e çet midis rrugës, edhe ajo është e kundërligjshme apo jo? Ajo është e kundërligjshme, po ajo është edhe kundër qytetarëve. Ndërsa kjo është për qytetarë. Për qytetarë, kështu që këtu i falet. Po tash mungesë të shenjës, ku do thotë shteti që nuk e ka vendosur këtë rast ku vendet komuna, normal. Atëherë vetëm që e ka vendosur këtë mënyrë për shkak që të ikë rreziku, se unë mendoj dhe besoj që në atë pjesë ka pas shumë aksidente derisa e ka shtyr dikon të shënoj në këtë mënyrë që është shënuar. Për shembull, çka më ndodh me disa qytetarë që i shoh unë për shembull në Arbëri, një rast i veçantë, kam treguar edhe më herët, domethënë që u pata për labili me një qytetar aty, që e mendon që është parkingu, domethënë trotuari i tij. Edhe bile më tha që i kam trotuarin, unë i kam 13 kere të rentakarit, edhe tha 13 kere që tu i parkoj, nuk mund është me parku këtu. Po këtu pjesë ka të bëjë, do thotë, inspektorati komunal. Po tash çka kishte ndodhur për shembull me atë person, e këshyra para 2 dite, do të thonë është një farë parkingu rentakar s'di që pa temin, nuk është me rëndësi, po më duket e pat Leoni ashtu diçka. Aty tash, do më thonë, e pas që e ka hek, do më thonë, edhe shenjen e ndalimit parkingut, tash është vetëm shtylla, edhe pa shenj, edhe i ka vizatu do vijat bardha në tokë. Do më thonë, e ka zaptu plotësisht, do më thonë si... Është kundërligjshme. Si një shpellar i vërtet, Toli e pas ka emrin kompania e rentakarit, e ka bloku plotësisht parkingun, e ka hek shenjën e parkingut, edhe i ka vizatu do vija të bardha. Do më thonë, a duhet qeverisja këto me... Po, atë në mungesë të shtetit, atëherë vepron privati. Kështu që në këtë rast inspektorati komunal duhet të shkojë dhe t'i largojë ato dhe t'i shqiptohet një gjobë. Edhe pse gjobat janë shumë të larta për këto raste, janë shumë të larta gjobat. Çfarë gjobe është nëse dikush e hek një shaj të komunikacionit? Është do thotë me qindra euro, saktësisht nuk e di saktësisht sa është, por sa kam has në literaturë ka do thotë gjoba vetëm nëse largohet 600 euro gjoba për personin.
Okej. Është gjobat janë shumë të larta, dhe është në rregull pse janë shumë të larta. Në atë rast inspektoriati do të afrohet në atë mënyrë dhe të gjobitet personi që ka vendosur shenja në rrugë publike sepse nuk ka të drejtë, nuk është pronë e tij. Edhe atëherë të vendoset nëse ka nevojë për parking të vendosen shenjat, do thotë nga komuna për atë pjesë të parkingut. Nëse nuk është e lejuar apo nuk ka hapësirë të parkingut, atëherë të vendosen pengesa që mos të parkohet as një automjet tjetër. As aty rentit apo edhe qytetarët të tjerë. Në momentin që vendos komuna pengesat, atëherë nuk ka mundësi të vendoset vetura të tjera. Po jo pengesa sikur që kemi në disa vende, pengesa që mund t'i largon me dorë shumë të lehta, po do të jenë pengesa do thotë me peshë matron që mos të mund të largohen do thotë nga qytetarët. Po nëse të largohen nga qytetarët, atëherë është shumë e lehtë sepse thuajse në Prishtinë për marrëm si shembull, nuk kemi rrugë që s'kan kamera lokalet për rreth. Atëherë nëse veç u largon ndonjë pengesë do të larmohet do thotë policia të gjobitet ai person që ka larguar pengesën, sepse nëse ti e vendos pengesën prap, ai prap shkon e largon. Përderisa nuk gjobitet ai person që ka larguar pengesën, atëherë na nuk mundna kur gjë me ndërmarr diçka të mirë, përderisa ti e vendos pengesën tjetër ai prap shkon e largon. Do të gjobitet ai person, do të mirë do thotë në përgjithësi ai person që ka larguar pengesën sepse atë ka parapo do thotë personat e autorizuar për me vendosur një pengesë, jo një qytetar të largon për arsye personale apo private të veta. Këto janë domethënë që qeverisja duhet më marrë me to se ndodhin. Po për atë arsye janë inspektorat komunal. Po ndodhin konflikte mes qytetarëve, konflikte në lagje, tani jo ka tani edhe probleme me ligjin, pa kërcënimet ndryshme e tjera. Nëse punojnë institucione në mënyrën e duhur, i largojnë gjitha konfliktet mes njerëzve. Nëse ata nuk punojnë në mënyrën e duhur, atëherë i lojnë konfliktet mes njerëzve. Se nëse ta i renti ke pas një konflikt me to, është mungesë është mungesë institucioneve pse nuk e kanë vepruar në mënyrën e duhur. Nëse institucionet veprojnë në mënyrën e duhur, nuk ka konflikte tek njerëzit. Mira, dhe vazhdojmë në foton e radhës, domethënë shkojmë tek një foto në Dardanin, mes Dardanisë dhe Lakrishtës në Prishtinë, ku domethënë nuk ka vija të duhura. Ja pra kjo foto. Çka po shohim këtu? Po këtu shembull kemi shritjen e djathtë që vije nga rrethi Flamurit, mund të them. Shriti mesëm që vije do thotë nga rrethi lart që është tek stacioni, edhe dy shrita tjerë që janë nga Fushusova. Atëherë këtu është një problem sepse nuk ka shej adekuate se cili shrit të lëviz drejt. Nëse ky shriti që është tek vetura foto, është në shritin e vet, në rregull thotë jam në shritin tim drejt. Po ai në anën e djathtë, nëse nuk e ka të ndaluar me shenja në tokë, atëherë është ana e djathtë dhe ka përparësi. Dhe këtu vjen drejt tek aksidenti, për shkak që vjen drejt tek aksidenti, vjen drejt tek konflikti, tu menduar se ky ka drejtë në shritin e vet, ndërsa ai tjetër është duke u kyçur në shritin e majt për të vazhduar drejt. Nëse është vendosur një shej adekuate, edhe në pjesën e fundit të jetë vi e plot që mos të vi drejt tek ajo vetura ato ku është afër, atëherë shkon gjithçka në rregull dhe gjithçka e lehtë për të realizuar si vozitje. Domethënë edhe këtu qeverisja, domethënë inspektorati nuk i ka vendosur shejat siç duhet, se këtu e kemi një rreth të madh. Këtu vjen rruga pej nalt pej rrethit kyçet, edhe një rrugë tjetër kyçet, domethënë kemi shumë kyçe, edhe një rrugë tjetër përfundi rrethit që është, edhe një rrugë tjetër, domethënë i kemi këtu kyçen plot rrugë. Edhe tash këtë që të rrugë. A mund të afrohen? Po mundesh, po veç e vizatova shumë nalt. S'është problem me sin se ideja është që i kemi kështu. Ideja është që e kemi një kyçe kështu, e kemi qëtë kyçe kështu, bashkë me këto, edhe të një vazhdojnë kështu. Po. Edhe dy kyçe nga Fushkosova. Nga Fushkosova e kemi një kyçe tjetër. Kështu është, domethënë, edhe bohen, edhe kjo në të vërtet vazhdojnë kështu, edhe bohen 3 troka. Vije ndërprim. Edhe kështu vije ndërprime. Po. Kështu është vije plot. Kështu është një shej e komunikacionit. Të më thonë një shej e... Po, së parë kjo shej, së parë shej vlen në anën e djathtë. E që është gabim sepse kjo shej do t'jetë për këtë pjesën që është nga Dardani, që është në shritin e drejtë. Po dhe kjo shej vlen, do më thonë keret që vinë që to,
keret që vinë që to, duhet mja unë rrugën kereve që vinë prej këto. Aja shojnë rrugën e rast? Jo, asë një shojnë, po. Asë një rast. Sepse shaja, së pori shaja është gabim. Së pori kjo shajë nuk do t'jetë këto për këto mjetës që janë në shritin e përrejt dhe vënisë. Normal që do t'jetë, ose në këtë pjesën këto që t'jetë për shritin e gjatë, që të mos do t'jetë këto. Edhe tashë, nëse vjen shumë një aksident, apo vetëm pak, nëse vjen, të ke pjesë për morëm se është bo si rutin, edhe pëse është gabim shaja, e din të gjithë qytetarë që këto mjetë ndalën e presën. Po nërse kjo mjetë i këto leviz, dhe kjo mjetë i këto leviz, dhe vjen drejt tek aksidenti, këto përparsi ka shriti që është në onën e gjatë. Të mungesë të shajes, atë respektohet regula e krajët e gjatë. Dhe gjithmonë këto është konflikti duke u kyçur në kishë shritin për këty dy automjeteve. Dhe shpesh herë ka aksidente të vogla në këtë pjesë për shkak që kyçur në kishë shrit. Kështu në regulli që zbatohet në rrugës që këto dy kere kanë përparsi, e regulli që duhet zbatohet këtu për shkak që sipas shaje, është që këta që kyçin për anës djathtë kanë përparsi. Po na në rrugë gjithmonë kemi regullin që na, që na, dëmë thonë rrugë na, gjithë na kena përparsi. Po ato është problemi sepse është mungesë e shajes adekuate. Do të thonë që kjo është kyçja. Shikus të dashtën, pej 4 trakave bohen 3 traka, çdo 2 kyçje kanë përparsi ndaj këtyre të majt, po që në realitet është e kundërta në praktikë. E kundërta që duhet jetë, por nuk rregullohet me shenja në komunikacion. Pastaj vazhdojmë edhe në një foto tjetër të një rreth rrotullim, që është i dizajnuar edhe ky në mënyrë të gabume, do të thonë është shenzim i gabum, ku janë të vendosur, është i vendosur vend kalimi për këmbësor shumë afër rreth rrotullimit. Do të thonë kjo nuk duhet bëhet apo jo? Jo, do thotë ne vetëm që pe shohim rreth rrotullimit dhe në dalë të rreth rrotullimit mund të themi diku rreth 5 metra, vetëm është vend kalimi që është gabim për shkak që vetura do të ndalet të jep përparësi këmbësorit. Nëse ndalet vetura të jep përparësi këmbësorit, ku po ndalet? E godet një vetur tjetër. Po ndalet do thotë në rreth rrotullim. Rreth rrotullimi është kryqëzim. Në realitet po është mjetë mundon në kryqëzim për të dhënë përparësi këmbësorit. Që mundon në kryqëzim është e ndaluar. Është ndaluar. Vendkalimi këmbësor varsisht prej kryqëzimeve, po të paktën në dizajnimin e rreth rrotullimeve gjithmonë do të jetë të paktën rreth 20 metra së paku jashtë rreth rrotullimit apo jashtë kryqëzimit që në atë pjesën prej 20 metra të paktën 4 vetura mund të presin jashtë kryqëzimit drejt tek vend të kalimi i këmbësorëve, që të kalojnë këmbësorët dhe të mandej të vazhdohet. Edhe një foto për fund, pasi që mbritëm dhe të fundi emisionit tonë. Hajde. Po këto i kemi të ofër stacionit edhe kjo pjesë është, ku i kemi 2 shrita dhe 2 shrita kyçen në anën e djathtë, do thotë në rrugën kryesore. A do më thonë edhe ky shriti ku është ky kombi, edhe ky në djathtë, të dyjat janë kthesë në të djathtë. Po të dyjat janë kthesë në të djathtë, por që të kyçesh nga shriti i majt në të djathtën, atëherë ti rrezikon veten dhe rrezikon mjetet e tjera që vinë në drejtim nga Fushkosova, sepse i bie do thotë që të bllokohet, mund të them ashtu, komplet shritet e rrugës Fushkosovës, që është rrugë më e shpejtë dhe është më rrugë kryesore, ku është shumë rrezik ajo pjesë. Edhe nuk do të jetë kjo shriti i majt që të kyçet në anën e djathtë, të kjo pjesë do të paktën të ndërpritet me vijë të plot apo edhe me pengesa të forta, të ngushtohet rruga dhe të kalohet në shritin e djathtë dhe shriti i djathtë kalon gjatës pa problem. Të thonë para kyçjes kjo të ngushtohet vetëm në një trak, ku veturat të kenë vetëm një trak para se mu kyç në anën e djathtë. Dhe ikëm do të gjitha aksidenteve që kanë ndodhur në atë pikë dhe ndodhin në atë pikë, ato aksidente nuk mund të ndodhen në këtë mënyrë që të vendoset në mënyra e duhur. Bukur. Lavdim, faleminderit shumë. Edhe prej autoshkollës Qendra. Na e falenderojmë edhe Spitalin Oliv, shikus të dashtën, në Spitalin Oliv e keni rezonancën më të fuqishme në rajon. Është rezonancë që është shumë e shpejt, edhe funksionon pra krejt monitorimet edhe fotografimet, incizimet e brendshme i bën shumë më shpejt se sa rezonancat e tjera që i kemi në vend. Gjithashtu, Olivi e ka edhe shërbimin 24 orësh pediatrik edhe atë emergjent, si spital privat. Falenderojmë gjithashtu edhe Telkosin, tashni në lidhje të parë. E na shihemi nesër në ora 7 të mëngjesit, të fala tonëve.